që e ki fështirë se e ki shef Albin Kurtin, i cili përveç e ka gjujt edhe policinë e Kosovës, me gurë, i ka gjujt e i ka koll institucionet e Kosovës. Në cilin rast i ka të lutna. E di që e ki të fështirë se i rrethum edhe me Albulena Haxhiun, nëse kish pagu mercenar, se pagat për veterane invalid po i kushtojnë shumë shtetit. Edhe kjo deklarat e nxjerrur nga konteksti ja jep tjetër konotacion. Si lutem kryetare më lejo me përfundu. Unë nuk më edhe me para, ju po nuk i kena prezent këtu ministrat, njerëz për cilë pja apostrofon, tash me ndrojt vetën. Sepse është i rrethuar me Dimal Bashën, bashkautor i një punimit i cili shpif për UÇK-n. Qëtë sohor, nuk i nevoj me u bo nervoz. Mos mu drejton mënyrë bullizuse, je vajzë, shumë e re, hak respekt. Qëtë sohor, kjo fjallë nuk o me vend. Mu shumë po vjen keq. Me Mimoza Kusari Lilen, e cila kemi të faktume, jam përgjime, e ka pranua dhe vetë. Unë, fatkeqësisht, mund dhe me thonë që kabineti qeveritar përbëhet prej një numër shumë të madh ministrave. Edhe kam shumë të vështirë me besu që prej atyre ministrave, ka prej tyne që i kanë interesin e Kosovës në zemër. E kam shumë të vështirë me besu. Por nëse ekziston vetëm një ministri, edhe një minister, te i cili besoj se për një me mundet me bo diçka të mirë për Kosovën, edhe me imbrojt vlerat e luftës, menoj që jetë e anden. E di që e ki të vështirë me funksionu, nuk e ki as pak të letë. Sepse je i rrethum me Donika Gërvallën, person i cili ka deklaru publikisht që po i shfrytëzon krejt mundësit për me deponu kundër UÇK-s në Hagë. Je i rrethum me Hekuran Muratin. Lenë në përgjithësinë tonë, kryetare, lenë në përgjithësinë tonë. Po s'mujnë prezencë teme me jep deklarata, cito, nxirre një citat sakt që e ka thonë, atëre për ndryshe kështu me përgjithësu, është vështirë me reagu ti e ki drejten e fjales edhe ki vazhdo. E vërtet, e kam drejten kështu që ma lejo. Po vetëm pak kujdes për institucionet e individual. Janë të faktume se cila qka jam të thonë, mund e me ja u shpërndo edhe linqet, edhe postimet që i kam bo dhe çdo gjë tjetër. E di që ministri e ka shumë të vështirë se gjithashtu është i rrethum me Hekuran Muratin, që ka deklaru publikisht që lufta në Kosovë kish me i dalë bugjetit Kosovës shumë a lirë nëse kish pagu mercenar, se pagat për veterane invalid po i kushtojnë shumë shtetit. Edhe kjo deklarat e nxjerrur nga konteksti ja jep tjetër konotacion. Si lutem kryetare më lejo me përfundu. Unë nuk më edhe me para, ju po nuk i kena prezent këtu ministrat, njerëz për cilë pja apostrofon, tash me ndrojt vetën. Edhe para opinionit janë çështje të cilat jam të ndërlidh me konteksti. Një fjali e nxjerrur nga një deklarat më e gjerë e merr një krit kuptim tjetër. Po le të merr kuptim tjetër. Se po e di që ministri e ka shumë të vështirë, edhe nuk e ka as pak të lehtë, sepse është i rrethuar me Dimal Bashën, bashkautor i një punimit i cili shpif për UÇK-n. E di që nuk e ka shumë të lehtë me punun këtë drejtim se është i rrethuar me Mimoza Kusari Lilen. Deputete, nëse vazhdoni këtë drejtim, atëre ju lutem të përsërdoni fjalën. Po s'muj me leju kjo brenda temës. Fol për ekspozitën nëse vesh i ardh për ato. Tu kisha lut. Ty kryetare, nuk je as gjyqtare as prokurore. Pushtetet janë të ndame, me apostrofu ministre për ministër. Mënyra është shumë e padrejtë, edhe nuk je në rregull. Ndërpreje me apostrofimin e ministrave me rend, mere fjallën drejtoju ministrit prezent. Nëse dërprit kabinetin qeveritar me ta qitë për balë, shkon se cilin komision për jonë prezent ministrat, drejtoju. Jo kështu, nuk po korekt nga ana jote. Nuk po korekt. A e ke përfundu? A do të më dëgjua dhe 3 minuta të tjerë me arsyet e njëjta. Me emrat e ministrave që nuk jonë prezent dhe nuk kanë mundësime të kundër përgjigj ty.
të lutem, respektoje fjalën tem deri në fund, janë çështje të cilat jam tu i ndërlidh. Do ne moj me një histori ashtu me të përmend shumë çështje. Mos i ajo çka sjoni. Ti një histori mund është me i kur dush. Ti një histori mund është me i kur dush edhe me krenarin më të madhe flas për të kaluarën. Shumë çka mundemi me folë. Po na nuk kuptoj. Ata përfundoj. Qetësoho, nuk i nevojë me u bë nervoz. Mos mu drejton në mënyrë bullizuese, je vajzë shumë e re, pak respekt. Kjo fjalë nuk ka me vend. Mu shumë po vjen keq. Keq përdorimi i fjalës edhe. Mbu me mu drejtu qetësohu. Për keqare. Ti a jetu e po që nuk jetu nol, ti s'po më lejon me vazhdu fjalën. Qetësohu harro këtë fjalë. Në terminologji mu me mu drejtu. Për keqare vajzë e re, pak respekt. Pak respekt. Pse është për keqardhje një vajzë e re, prome? Mu me ma bu qetësohu. Të lutem, mos e përdor këtë terminologji. Lutna, vazhdo. Unë e di që kështu e vazhdu fjalën, për vazhdoj që aty ku e lash, e di që ministri e ka shumë të vështirë me funksionu edhe me punu, se është i rrethum me Mimoza Kusari Lilen, e cila kemi të faktume, jam përgjime, e ka pranu edhe vetë për fjallët e saj, ku koordinu me Milan Radojqiqin për veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Atë flasim për afera pronto e tim, tash gjën e gat na kush çka ka përgju? Lejo me dol të pyetja, të lutna, lejo me dol të pyetja. Kohën e inteligjencës artificiale edhe përgjimeve të montuara, çka u dokumentu? Mos ka ndonjë vepër dëshmuar penale ose procesi timor që ka dëshmuar. Përgjime të montuara janë të vërteta sipas teje. Hajde vazhdo. Te ke shpërdor fjalën tash mundesh me fol çka kryetare kena veç pak a man me ndërhyrje kryetare kena kandidate për presidente, kështu që moje veten ashta na mushet me ne më të votu si dihet. Po, qetësoj respektin që na rifitove gjithë prezant. Mua më votoj. Kështu që relaksova. Je rrethu me Mimozën, e thash edhe një herë, e cila është koordinu për ligjen për pagën minimale për veterantë, për diskriminimin që ua kam bë atyne. E di që e kitë vështirë, se i rrethum edhe me Albulena Haxhiun, e cila i ka thy e u mundu, se me i nënqmu nuk mundet, po u mundu me i nënqmu në krerë të UÇK-s. E di që e kitë vështirë se e ki shef Albin Kurtin, i cili përveç e ka gjujt edhe policinë e Kosovës, me gur, i ka gjujt e i ka koll institucionet e Kosovës. Në cilin rast i ka të lutna. I cili përveç tyne ka qenë historikisht edhe kundër ambujes, edhe kundër pavarësisë, edhe kundër ushtrisë. Me vërtet është për keqardhje për një deputete, ka shumë me keq përdor fjalën edhe. Si Shkëlzen Gashi, i cili e tha edhe deputeti Najet, prej 2002-s ka shpif për UÇK-n, por Shkëlzeni nuk është njeri i panjoftën për neve. Ka qenë këshilltar i Albin Kurtit. Edhe pse nuk është më këshilltar, po vazhdon me u përkra edhe me u financu. E ka plot Shkëlzena tjerë për cilët me fol, nashta dhe më ndalën fjallën. Në rrethin edhe në kushtet që ke vendos me punu, minister, cilët e thash nuk e kitë letë, ti përmende disa hapa konkret, që është ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës, po edhe një rregullore. The që edhe ke reagu në Facebook. Unë menoj që është e papranueshme prej një ministrit me thonë që unë e kom bë reagimin. Menoj që nuk mjafton me reagu në Facebook. Sot ku është Shkëlzen Gashi? Ku ndodhet Shkëlzen Gashi? Çfarë mose ndërmarr për ta? Kush është mbrapa Shkëlzen Gashit? Përderisa janë mashtru, edhe kryesia e kuvendit, se kam pas një kërkesë me krejt dhonat, me krejt informacionet, neve na duhet me marrë hapa konkret. Edhe unë besoj shumë që ti e ki mundësin, edhe e ki kompetencën me ndërmarrë hapa konkret. Sepse unë jam e bindur që nëse na kemi me lanë vesh në reagime të rrjeteve sociale, edhe pa hapa konkret, kemi me vazhdu me pa agenda serbe të implementu në Kosovë e fatkeqësisht prej institucioneve të Kosovës. E thash edhe në fillim, nëse ka një minister në krejt kabinetin qeveritar, ku unë besoj se mundet me imbrojt vlerat e luftës,
edhe mundet me bo punë të mirë për Kosovën, je veçte andin hote. Minister, nuk ka tjerë të emrum, vetëm një koment, deputetja mdoket e ka ose kujtesën shkurt ose ka qenë shumë e re, me mbajt mend disa prej personave që ki apostrofu në kuvend Kosovës, jo ki hares ose nuk e din. Çfarë rezistencë është bërë këtu, pikrisht nga lëvizjave vendose për mos votimin e gjykatës special. Veç prej disa individëve që ti i apostrofove, ty po ta rikujtoj. Për çfarë rezistence? Mos haro. Rezistence me shpirt. E pushteteve. Rezistence me shpirt për të kaluar e lavdeshme të Kosovës. Që ne sot do të bëjmë edhe gjyqtar edhe prokuror, ajo nuk mundet me ndodh. Edhe deputeti Najt Hasani e ceki mirë çfarë gjyqtar kem pas, edhe të kaluam dhe s'kan dhënë përgjegjësi. Për shumë Jam e gatshme edhe tash, videot i kam qëto që ka kanë thonë, edhe tash t'i lëshoj, po nashta thuja kanë montu e zoni është tjetër edhe atëherë, edhe postimet që i kanë bon rrjetet sociale e kanë deklaru, jam e gatshme, mrena 1 minutit, krejt qëto që ka i kom thonë më ti dëshmu. E për çfarë kujtese ti po flet? Për çfarë kujtese ti po flet? Kujdes edhe le të jetë e fundit herë që ti fol për kujtesën tam. E fundit. Po ki haru çka kanë bo këta njerëz këtu që sot ja apostrofove vetëm për gjykatën speciale. Urnani ministër. Po e shoh që të ka penguar, të ka dhimbë shumë, po që ky është realiteti, cilën edhe ti don shumë me ndru.